O lënës i namazit. Vërtet njeriu në këtë jetë preokupohet me brenga dhe probleme të ndryshme. Ai has në këtë jetë sprova dhe sakrifica të mëdha dhe të lloj-llojta. Por sprova më e madhe që mund ta godas atë është sprova në fenë dhe imanin e tij. Kjo është sprova më e madhe që nuk ka sprovë mbi të. Nëse njeriu t'i rrezikohet besimi dhe feja e tij, çfarë sprove tjetër e kësaj bote mund krahasohet me këtë sprovë? Thot Kadil Shurej, kur më godet ndonjë sprove, falenderoj Allahun për 3 gjëra, për shkak se ajo ka pasur mundësi të jetë më e madhe se sa më ka goditur, se Allahu më ka dhënë durim që ta përballoj atë, dhe se sprova është në dynjan time e nuk është në fen time. Hatim ibn Esam thot, kur më ka vdekur vajza ime, më kanë ardhur mira njerëz të më ngushëllojnë, ndërsa kur më ka ikur një namaz me xhamat, nuk ka ardhur të më ngushëlloj askush. Andaj edhe e kam kuptuar se sprova në fe është shumë më e madhe se sprova në dynja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte dua dhe thoshte: O Zot, mos e bëj sprovën tonë në fen tonë, nga që sprova në fe është sprova më e madhe që mund ta godas njeriu. O lënës i namazit, vërtet je në një sprovë të madhe, vërtet je në një humbje të madhe, thot Allahu. Pa shakohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt, me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm. Surja Asr 1:3. A je ti prej atyre që bën punë të mira? A je ti prej atyre që kënaqesh me adhurimin ndaj Allahut? Thot Imam Ibn Xhauzi, një njeri prej Ben Izrailve tha: O Zot, sa shumë mëkate që bëj, e ti nuk më dënon. Atëherë Allahu e dërgoi një melek dhe i tha: A nuk ta ka marrë Allahu kënaqësinë e adhurimeve? Tha: Po. Tha: Allahu është duke të dënuar, por ti ende nuk je duke e kuptuar atë. O lënës i namazit, a e di që urdhëruesi yt për namaz është Allahu? A e di që nuk ka urdhër më të madh se urdhri i tij? A e di që namazi është i vetmi adhurim që është bërë obligim në qiell, për të treguar madhështinë dhe rëndësinë e këtij adhurimi? A i di që pejgamberi alayhis salam para se të ndahet prej kësaj bote, të ka lënë një testament dhe të ka porositur që ta ruash namazin? A i di që iblisi ka dalë prej mëshirës Allahut vetëm pse ka refuzuar një sejdë? A i di që dallimi ndërmjet muslimanit edhe jo muslimanit është namazi? A i di që pyetja e parë që do të parashtrohet ty është pyetja për namazin tënd? O lënës i namazit, cila është arsyeja që ti nuk i bie në sejdë e Allahut? Mos ndoshta do të arsyetohesh se ke punë dhe je i zënë. Namazi nuk është bërë obligim vetëm për të papunët, deri kur fjala e firmës dhe e shefit tënd do të jetë më me rëndësi se fjala dhe urdhri i krijuesit tënd. Je në gjendje të kujdesesh për punën tënde, për shëndetin tënd, për familjen tënde, për fëmijët e tu, për shtëpinë tënde, për pasurinë tënde, për të gjitha që i shet nevojshme në jetën tënde, ndërsa të vetmen gjë e cila është më me rëndësi se të gjitha këto që u përmendën, nuk je në gjendje të kujdesesh për të, nuk je në gjendje të kujdesesh për imanin tënd. E nëse e humbet atë, më thuaj çfarë mund të fitosh? Apo ndoshta ke mendje madhësie dhe mendon se nuk të takon ty të përulesh edhe ti bësh sejdë Allahut? Apo Allahu nuk e meriton që ti të përulesh ndaj tij, ndërsa njerëzit të cilët së paku një të mirë që të bëjnë ty, mundohesh që tu a kthesh atë me të mirë, e sa të mira i ke prej Allahut. Thot Allahu, në qoftë se përpiqeni ti numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini ti përkufizoni ato. Vërtet, njeriu është i padrejtë dhe përbuzës. Surja Ibrahim 34. O lënës i namazit, është për tu habitur me ty si ka mundësi të mos falesh. A e di që nuk ka asnjë krijesë në këtë botë që nuk e adhuron Allahun? Thot Allahu. A nuk e di për Allahun se ati i nënshtrohet, i bën sejdë, kush është në qiej dhe kush është në tokë, edhe dielli, edhe hëna, edhe yjet, edhe kodrat, edhe bimët, edhe shtazët, edhe shumë njerëz. Por shumë njerëz janë që e meritojnë dënimin. E atë që e poshtron Allahu nuk ka kush mund ta bëjë të ndershëm. Allahu vepron atë që dëshiron. Surja Hajj 18. O lënës i namazit, falu. Falu para se të vi momenti që të thahet për shtyma, të ngjitet fyti, të ngushtohet gjoksi, edhe nuk të pranohet besimi as pendimi. Falu para se të vi melegu i vdekjes edhe të thotë:
Dilo shpirt i fliqur tek Zoti yt i hidhëruar dhe i paknaqur me ty. Falu para se të thuash, ahi mjeri unë sikur të isha para përgatitur për jetën time. Surja Fajr 24. Falu para se të thuash, a mjerë për mua sikur të isha bërë dhe. Surja Nebe 20. Thot Allahu, o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humni shpresën ndaj mëshirës Allahut, sepse vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai është që fal shumë dhe është mëshirues. Surja Zumer 53.